Kopshti Frym Dashurie në Korçë, i themeluar nga fondacioni me të njëjtin emër, ka festuar 30 vjetorin e krijimit të tij, duke kurorzuar me sukses 3 dekada për kushtim në edukimin dhe kujdesin ndaj fëmijëve. Në një aktivitet festiv të mbushur me këngë, valle dhe emocione, vogëlushët krijuan një atmosferë të ngrohtë për prindrit dhe mësuesit, duke shprehur mirënjohjen për dashurinë dhe mbështetjen që kanë marrë ndër vite. Para 30 vjetëve, kryebiskopi Anastas bëri të mundur që të hapshin disa kopshte në Korçë, në Tiranë edhe në Durrës. Dhe në këto 30 vite kemi punuar, ka ndalë breza të ndryshëm me përkushtim dhe dashuri që këta fëmijë të rriten dhe të kenë edukimin e duhur. Sot po shkoj në shkollë të baj me ditur, që po qik të kukull kështë e mërzitu. Nga fili rozë, se lutem në ndimo, jashtë mos në le, brenda në streho. Unë e di, ti do të vish me mua, për në klasë, për qaqas me kukull në duar. Aktiviteti u mbështet nga Qendra për Hapje dhe Dialog si shenjë vlerësimi për rolin e këtij institucioni si një model edukimi dhe përkujdesjeje në komunitet. Qendra për Hapje dhe Dialog në kuadër të ditës së 1 qershori, ditës botërore të fëmijëve, dhe gjithashtu në përmbushje të 30 viteve nga funksionimi i fondacionit Frym Dashurie, i cili ka hapur që 30 vjet para kopshtin me të njëjtin emër në qytetin e Korçës, që ka meritën e rritjes dhe edukimit të disa brezave, ka kënaqësinë që sot të organizojë një aktivitet i cili, le të themi, sadopak gëzon si përmbyllje të përgatitjes 1 vjetore të fëmijëve pranë këtij kopshti. Të pranishmit përjetuan një ditë të veçantë ku dashuria për fëmijët dhe vlerat e edukimit u vu në qendër të festës.